Është një ajet kuranor, Allahu thotë se ne e shohim ka nxitje më fal, po ka edhe kërcënim në herë. Se imani, kështu është më. Imani ndëtohet mes dyjave. Kemi shumë ajete Allah na nxit për xhenet, për punë të mira, po njëtën kohë edhe na frikson me zjarr xhenemit, me gjunahe që mes me bëj gjunat. Një ndër ajete që është kërcënuese për ata që s'falen, Allah e përmend në surën Mudaththir, është një ajet Allahu thotë ma salakakum fi saqar. Xhenetlit më thon ka me muhabet me zveti. Jo vetë xhenetlit, po edhe xhenetlit me xhenemlit do të folin. Edhe disa xhenetlit do të pyesin xhenemlit, ka ju bëri juve që erdhni në Saqar. Saqar është një ndër gropat e xhenemit. Edhe do pyet që xhenetlit do pyet xhenemlin, çka të bëri ti pse erdhe në Saqar? Ky ka më thon Allah e tregon, edhe kjo është hak. Allah ka treguar qalu lam nakum min al-musallin. Ne nuk ishme për aty që fashme namaz në dunja. Xhenemlit kanë më thonë. Kanë thonë xhenemlit. Pra kjo shkruan në Koran. Kjo është, po thon, citat drejt për drejt, mund më thonë që është sebeb namazi me çu deri në xhenem. Subhanallah. Kësa si më thonë është farze, është obligimi prem i Zotit më thonë. Ku mos më e fal namazin? Këta si më thonë, kjo duhet më na nxit neve. Me kuptu seriozisht punën e namazit. Si nuk ka hajgare. Jo, valla mirë, si të kem kohë falna. Ose atë që më bere vakti, ose që më dalë gjumi, nuk e ka prioritet namazin. Është mirë mu falë. Si gjej vak, ose kur të lirona, ku do të punë. Alhamdulillah, më thonë, pra shikojmë ajetin se është kërcënuese, më thonë. Ai që s'falet, më thonë, dënohet me zjarr xhenemit. Allahu na ruaj, subhanallah.